Ju përshëndes, pas pak vim me episodin e radhës të mam, por një falënderim special shkon për mbështetësit e këtij episodi, Dino Rios, Lejthiza dhe Kids Around. Do të vi një tjetër personazh shumë i bukur që ja vlen ta dëgjoni, sigurisht do të merrni shumë informacione dhe jam e bindur që do t'ju japi shumë besim dhe konfidencë. Për një falënderim tjetër special shkon për ju që na ndiqni javë pas jave dhe ju lutem bëni subscribe në kanalin tim për t'u informuar me çdo video që del minutë pas minute. Fillojmë me të tuarën e radhës. Do e them këtë shumë zgjedhin të mos ta thojnë, sepse nuk dua ndoshta që të gjykohen, por shpesh kam menduar për fëmin pse e bëra në ato momente. Edhe sikur të mos ta kisha bërë, sikur mos të ishte ajo, për shembull unë tani do isha mirë, thosha. Kam qenë person shumë aktiv, dilja, shëtisja, domethënë asnjëherë punoja, thosha ja tani si jam në këtë gjendje, sikur mos ishte ajo, edhe qaja, edhe mbrapa thoja pse unë mendoj kështu. Sot në mam do t'jemi me Sidorelën, mamin e Dilarës. Është kënaqësi të kem sot në mam që më shumë sot vjen si mami apo si një sociologe. Si mendon? Tani sikur jam larguar nga profesioni dhe më shumë jam si mame, e kam harruar gjithë ato. Edhe shtatzania ka ndikuar, sikur nuk mbaj mend asgjë nga profesioni. Ndikon në fakt e vërtet. Nuk e di, më duket sikur s'mbaj mend asgjë. Po shpresojmë të na rikthehet edhe kujtesa. Patjetër, sepse normalisht gjumje çdo gjë bëjnë të vetën, edhe ndikojnë edhe tek pjesa e kujtesës, edhe janë atë i themi gjithmonë që është ajo kujtesa e bebit, sepse mamat gjithmonë fillojnë dhe harrojnë pas lindjes me mua pas e bebit. Por mos thon pastaj kur vijnë bebat në vazhdim harronim shumë më shumë. Gjithsesi qëndrojmë te bebi i parë, sa është Dilara tani? 10 muajsh. 10 muajsh. Edhe ka qenë një rrugtim i thjesht apo i komplikuar për ty? Për mua ka qenë shumë i vështirë. Ndoshta sikur ta kishim bërë këtë bisedën shumë më përpara, do thoja i tmerrshëm. Tani po sikur disa gjëra i kam harruar edhe them okay, ka qenë i vështirë. Por që me vërtet ka qenë diçka që s'e kam prit ishte kaq e vështirë. Sa kohë tu desh deri në ardhjen e Dilarës dhe pse kjo vonesë? Sidorel. Me bashkëshortin kam bërë celebrimin 2020 dhe Dilara ka ardhur në 2024. Do më thënë, shtatzania ka qenë qershor të 2024-ës, pastaj ka lindur në 2025-ën, që i bie diku 4 vite. 3 vitet e para, ndoshta edhe si kemi kushtuar që rëndësinë e duhur. Thjesht keni pritur? Po, kemi pritur. Viti i parë s'ka qenë planet tona, viti i parë i dytë s'ka qenë planet tona fare. Pastaj, okay, edhe po ndodhi mirë. Dhe kur e pam që s'po ndodhte, e mora më seriozisht vitin e fundit, në janar të 2024-ës, dhe pash që unë kisha disa probleme sa i përkiste lidhje me shtatzanin, siç ishte sindroma PCOS, policistike, siç quhet, po, dhe pasi kisha shkuar tek shumë doktor, ginekolog, e vetmja gjë që më thoshin ishte që të përdorja kontraceptive. A ishte kjo hera parë që ti le theme e more këtë diagnozë apo e kishe marrë më përpara një diagnozë të tillë? E kam marrë që adoleshente. E ke marrë pra përpara? E kam marrë, po nuk dija se ç'a ishte. Okej, nuk kishe informacion. Nuk i kushtova fare vëmendje. E kam marrë në Turqi, me thënë drejtën se këtu në Shqipëri nuk ma thanë. Unë shkova për studime master në Turqi dhe një doktor më tha, lexo për këtë dhe nuk ke asgjë tjetër. Okej. Unë nuk i kushtova rëndësi dhe nuk kam lexuar, mbaj mend që nuk kam lexuar. Po pse shkove ti taj doktor? Çfarë si ndikonte kjo në shëndetin tënd, le të themi? Kishe dhimbje, si ndikonte që ty të bëri që të shkoje te mjeku edhe të... Më shumë se dhimbje, kisha shumë gjakdetje. Hemoragji, po. Dhe ajo normalisht më jepte edhe dobësim të imunitetit, nuk boja dot asgjë, nuk përqendrohesha në asgjë, shpesh gjendje të fiktur. Edhe tensionin vuaja goxha me tensionin e ulët. Edhe kështu që shkova dhe më thanë që nuk është diçka që mund të shqetësohesh, por që duhet kujdes.
Dhe unë nuk e mora seriozisht atë që më thanë doktorët në Turqi, sepse në Shqipëri nuk ma kishin shpjeguar. Ke kiste të vogla, kaq. Po unë nuk e dija nga se vinin, si krijohen, çfarë mund të bëja unë, si të kujdesesha, dhe në Turqi më thanë lexo për këtë gjë, sepse ka informacione mjaftueshme. Nuk lexova, kur u ktheva në Shqipëri, pasi mbarova masterin atje, pash që po riktheja akoma më keq ajo gjendja dhe duhet bëja diçka. Fillova, mora ato analizat edhe pashat që më kishte shkruar doktori. Çfarë ishte diagnozën. Po thash, ta lexoje çfarë më ka thënë të lexoja, pse s'kam lexuar, dhe kur fillova të lexoja për atë kuptova. Shkoja ke mjekët në Shqipëri, ginekologët, dhe pash që nuk më jepnin të njëjtën diagnozë. Nuk ma përmendin fare me emër. Domethënë thjesht bënin ato vizita, kontrollet rutine dhe më thoshin do përdorësh këtë kontraceptiv. Pra diagnozë të qartë nuk ishte nga doktori. Nuk e kam dëgjuar në Shqipëri asnjëherë. Dhe në episiosi, po, asnjëherë. Pastaj unë me atë emrin që kisha ke analiza që më rekomandoi doktori turk, mora dhe fillova të kërkoj vetë. Edhe lexova shumë edhe pash që ishte e rëndësishme ndryshoja komplet rutinën time, mënyrën, stilin e jetesës, duke filluar që nga ushqyerja, gjumi, sporti, sepse nuk merresha shumë me sport, më thënë drejtën. Pra deri në atë moment ti kuptove që nuk po i bëje gjërat si duhet. Unë s'po bëja asnjë gjë, më thënë drejtën, asgjë, po s'po bëja për ndryshuar gjendjen time. Edhe thjesht prisja nga mjekët që të bënin diçka. Edhe të mjepnin atë ilaçin magjik edhe gjithçka të ndryshonte brenda orës, po nuk ndodh ashtu në fakt. Duhej më shumë kujdes vetja ime, të kishte kujdes për ato që haja dhe them drejtën haja ushqyesha shumë keq. Mund të haja një herë në ditë, mund të haja shumë, edhe gjatë gjithë ditës mund të mos haja fare. Mund të rria një ditë pa ngrënë, mund të haja ditën tjetër, domethënë edhe ushqyesha me gjëra jo të shëndetshme. Qartë. Edhe gjumin e bëje keq. Shumë keq, shumë pak orë gjumë, bëja gjumin në orët e vona, ngrihesha herët, pastaj vazhdonte dita, isha angazhuar në punë, dhe gjithë kjo sillte një lodhje shumë të madhe tek unë. Po, bëja ndonjë orë gjumë gjatë ditës mbas dite, po që asnjëherë nuk e zëvendësonte atë gjumin e natës. Kështu që fillova të ndryshoj ushqyerjen pikë së pari, e kam parë të rëndësishme të ushqej me gjëra bio. Bio dhe gjëra që vinë nga natyra drejt për drejt. Nuk ka nevojë në stinën e duhur. Pikërisht, po, gjëra që i ka vetë stina. Dhe kam përdorur shumë për shembull mjaltin. Kam përdorur çajra bimor. Çajra do më thonë me bim që mund t'i mbledh janë kopsht vetë. Dhe t'i zije dhe t'i pije. Kam pirë shumë çaj qepe. Se shumë thoshe qa pik shumë, po me vërtet është shumë i mirë. Qepa ka shumë vlera. Edhe pija në formë çaj. Jam ushqyer, do më thonë me gjëra bio me fara të ndryshme, që ndikojnë hormonalisht shumë. Kam përdorur vajin e kastorit, e kam përdorur për ta pirë, por edhe për trupin, për lyrje, shumë i mirë. Kam përdorur vajin e farë zezë, e kam përdorur farën e zezë në sallatra, në ushqim. Vërtet ato ndikojnë në pjesën e inflamacionit njëkohësisht. Përveç mjaltit nga bleta kam përdorur edhe qumshtin e bletës. Ka qenë shumë i mirë. Diçka tjetër, shumë e rëndësishme, të paktën mua më ka rezultuar shumë mirë, ka qenë edhe hixhamja. Nuk e di në Shqipëri ndoshta nuk hixhamja. Që është? Është një lloj metode që tërhiqet gjaku i keq që rrjedh në trup me anë të disa kupave që vendosen në trup edhe e tërheqin. Dhe gjithë ato, nga që kisha kiste, vendosja ato kupat. Është pak njerëz janë të specializuar në këtë. Ka në Shqipëri? Ka. Dhe kam bërë për 6 muaj rresht, çdo muaj nga një herë, e kam praktikuar edhe gjitha ajo gjaku që më ishte mbledhur edhe nuk lëvizte si duhet, edhe trupi ishte pra kjo është për qarkullimin e gjakut? Po, dhe për heqjen e kisteve. Edhe për heqjen e kisteve. Po, për vajzat që kanë probleme. Kush ta sugjeroja sa kohë këtë? Në atë kohë ma ka sugjeruar një shoqe që kishte të njëjtin problem dhe e kishte provuar dhe i ka rezultuar, edhe mund ka rezultuar goxha mirë. Kjo bëhet jo vetëm për kistet, bëhet për gjithë trupin, për çfarë do lloj problemi që mund të kemi, sepse problemet me gjakun
nga mos funksionimi, lëvizja e gjakut siç duhet në trupin tonë vinë shumë sëmundje. Kur fillove ta ndjeje që trupi jot yt po të përgjigjej, sa i përket një mirë ushqyerje, kur fillove ta kuptoje këtë 2-3 gjë? muajt e parë. 2-3 muajt e parë ndjesha kisha shumë energji. Kishe më shumë energji. Edhe në punë ma vënin dukje si Dorela ke marrë një çerë tjetër. Po kur ti vendose, le themi që ishe gati, trupi yt po bëhe gati për një konceptim, për një shtatzëni, a të dha ndonjë medikament shtesë, sepse spisiosia gjithsesi ka nevojë për një medikament të shtesë, siç është endometrioza, pisiosia, njëkohësisht ndoshta jo kontraceptiv, po diçka tjetër ka nevojë suplement të ndryshëm të cilët të ndihmojnë që ti të qetësohesh në atë dhe të prodhosh si duhet, ose nëse nuk arrin dot, kalosh në procese të tjera, le të themi të asistuara. Unë fakt, pasi kisha kërkuar një ginekologe shumë të mirë, nuk arrita, gjithë pothuajse ishin të njëjtit standard. Po tregoj historinë se si arrita tek doktoresha cilës jam mirënjohëse, sepse unë e dija çfarë më duhej, thjesht nuk merja dot pa rekomandimin një mjekje. Këtë rekomandim nuk ma jepnin më përpara. U futa në një laborator për të bërë një analizë për tiroidet, dhe aty gabimisht u fut një zonjë tjetër dhe po pyeste ka ginekologe këtu. Vajza aty tha që jo, jemi vetëm për laborator, po nëse do mund të sugjeroj një ginekologe. Merre numrin, i tha, dhe në ato momente po mendoja ta shkruaj edhe unë këtë numrin apo edhe ishte krejt rastësisht me 2 menje, thash do jetë njëjta gjë, kështu që mos lodhem të marr një numër për ginekologe të re, por që ta provoj, okay, s'ka problem, po shkruan ta jo numrin, ndërkohë po shkruaja edhe unë. Edhe i shkruaj direkt doktoreshes, i them dua të lej një takim, po ka sugjeruar një vajzë nga një laborator, sepse e njifte vajzën doktoresha. Okej, më thanë në rregull, lash takimin, takova doktoreshën edhe i thash kam këtë situatë dhe më duhet kjo gjë, sepse e di që duhet kjo gjë. Po. Doktoresha më tha, po, është e vërtetë duhet ajo gjëja, po do e marrim bashkangjitur me disa vitamina shtesë që do duheshin. Po edhe patjetër edhe medikamenti që duaj, nuk më kujtohet emri. Muajin e parë që e kam provuar rezultoi i suksesshëm. Dhe e dija që ajo ka raste që nuk rezulton i suksesshëm, me thënë drejtën. Por pra nuk është mrekulli bërës që për të treguar të gjithëve që për të ulur me këmbë në tokë. Në qoftë se përpara ka muaj që ti je marrë me veten tënde, ajo është shumë ndihmuese dhe mund të rezultojë pozitive, po në qoftë se e përdor direkt, nuk mendoj që ka efekt. E si ishte ai momenti kur ti morë vesh që ishte shtatzën? Ka qenë shumë emocionuese. Një pritje që po e kishe prej kohësh. Kur kam bler testin e parë, se kam bler 2 teste, kur mora testin e parë nuk ishte shumë i qartë, edhe ishte në orët e para të mëngjesit, se atëherë thuhet që është më i saktë. E bëra në orët e parë të mëngjesit, po nuk e dalloja dot. Në fakt e lash kështu se më dukej sikur nuk ishte pozitive dhe e lash aty se qa bëja disa gjëra tjera dhe kur u ktheva pash se sikur kishte filluar jo vija e dytë dukej. Të forcoj. Po, e pash dhe i thash bashkëshortit, të duket ty kjo apo më bëjnë syt mua? Tha po, hajde fli gjumë, tha pusho se e di që je shtatzën se këto kohë të fundit ke pas kështu probleme. Edhe ai më thoshte me shaka, se i dukej sikur fiksohesha me çdo gjë. Edhe pas 2 ditësh, pastaj kam marrë një test të dytë, aty u duk më e qartë. E kam bërë vetë kur isha në punë, po shkoja në punë, e mora testin me vete, e pash që ishin 2 vija, ka qenë një emocion, siç thojnë edhe shumë të ftuara këtu, edhe frikë edhe gëzim i madh në fakt. Po, unë bëra gabim që lajmin nuk ja dhash bashkëshortit vetë, ja u dhash të tjerëve përpara dhe ata direkt e lajmëruan, po, nuk ma lanë dorë mua që t'ja jepja lajmi, po ishte i lajm shumë i gëzuar normalisht, pritëm me shumë emocione, njerëzit të afërmit duhet gëzoheshin, gjithë po qanin, po nga lumturia sigurisht. Si kanë qenë ato muaj për ty? Muajt e parë kanë qenë shumë të vështirë. Kur i kujtoj tash.
I thoja shoqeve gjithave gocave që njifja që ishin bërë nëna, pse nuk më keni thënë që është kaq e vështirë. Nuk do e kisha kërkuar kaq shumë. Edhe ato shikonin njëra tjetrën e i thoshin me zë tullët shumë, nuk e di se si është lindja. Kjo nuk është asgjë. Edhe unë thosha jo, ankoheni kot për lindjen që nga shumë i vështirë 3 muajt e parë. 3 muajt e parë me ato të përzierat që as nuk dilnin, as nuk bllokoheshin këtu. Edhe ishte shumë e vështirë. Kisha një gjendje gjumi gjithkohës, më flijej shumë gjumë, nuk më haja asgjë, çdo gjë që mund të provoja ta haja e nxirja u dobësova shumë. Po, edhe po ndihesha shumë keq, biles mend që disa probleme që mund t'i kem pasur shëndetësore më përpara që fëmijë, filluan një nga një të shfaqeshin. Çfarë për shembull? Kam pasur një problem, vetëm një herë më shfaqur më përpara ky problemi me ekzemën në duar, po edhe më shfaq edhe një herë në shtatzani. Doktoresha më përpara më tha nuk do të shfaqet më, ishte një ekzem që nuk do të shfaqej më, por që në shtatzani mu rikthye. Po. Edhe po e përjetoja shumë keq sepse thosha nuk po e jetoj shtatzanin sikur gra që e jetojnë bukur, e shijojnë, po. Dhe po më ktheheshin shumë gjëra, pas si kalonte një gjë, fillonte diçka tjetër, një grip që e përjetoja shumë më keq, nuk kam përjetuar një gjendje gripale të tillë më përpara. Domethënë bie imuniteti prandaj. I gjithë imuniteti më ra, isha gjithkohës shtrirë. Domethënë 3 muajt e parë kanë qenë shumë keq. Mbaj mend që 2 herë kam pas gjendje të fikti, edhe po tension që shkonte deri në 4. Po, kisha dridhje. Edhe nga fakti që nuk haje dot, edhe nuk kishte fuqi, nuk e përjetoje dot, po. Po, ndikonte. Kështu që 3 muajt e parë, domethënë kanë qenë tillë, pastaj ndryshoi, jo direkt kështu si me magji që thonë vajzat, po që rikthehej ndonjëherë kjo gjendja e përzierave, po që brapa 3 semestri 2 sikur ndryshoi, ishte lloj të binte pak. Po, ishte më i lezetshëm. Është më i bukur i thonë, semestri 2 është më i bukur, sa aty kur fillon dhe kupton realisht që është shtatzan, aty kupton dhe duket avash avash, janë të gjitha që ti e përjeton, fillon e përjeton vetë. Ajo ka qenë periudha më e bukur, pastaj 3 semestri fundit ishte kjo që mezi lëvizje. Shtove shumë? Nuk shtova, me thënë drejtën, vetëm peshën e fëmijës. Po thjesht ai barku që s'isha mësuar, lëvizjet. Pra sa? Që 12, po me sa pash ishte vetëm pesha që kishte bebi me ujrat edhe. Me ujrat e marrësh. Dhe muajin e 8 sikur e u rëndova më shumë se ç'duhet, sepse të 9-tin me thënë drejtën sikur nuk e ndjeja, nga që edhe po lëvizja gjatë gjithë kohës, sikur mu lecu ky muaj i fundit. A fillove të friksoheshe sa vinin muajt? Jo, me thënë drejtën nuk jam friksuar fare. Edhe çfarë kam bërë unë, ndoshta më rezultoi pak gabim, për diko mund të rezultoj mirë, që nuk doja të merrja informacione fare për lindjen, si ishte lindja. Kam marrë informacione vetëm si duhet t'i menaxhojmë dhimbjet e lindjes. Po edhe kjo më ka ndihmuar shumë. Nuk i kam jetuar shumë kështu keq, bo. Edhe tani që i kujtoj, them dhimbjet e lindjes nuk janë aq të vështira sa i bëjnë. Janë goxha, por jo të pa menaxhueshme. Harrohen, kemi edhe këtë që harrohen. Po, jo, e di pse u harruan. U harruan sepse erdhi diçka shumë e vështirë, procesi i lindjes, atë e mbaj mend si traumë, edhe prandaj sikur thash kjo nuk është gjë në krahasim me këtë tjetrën. Dhe si ka qenë ai momenti kur le të themi të plasën ura, duhet niseshe për spital, kishe programuar çdo gjë, spital privat, spital shtetëror. Unë kam filluar me privatin edhe kam përfunduar tek shtetërori. Po ca fiksimet nënave që sikur më alarmonin shumë. Ke një problem tillë, duhet ndoshta të fillosh regjim shtrati. Po çfarë problemi? Po duhet ndoshta të fillosh ta regjim shtrati, sepse duket sikur fëmia po. Edhe kur shkova pastaj një shoqe më sugjeroi një doktoresh që ajo ishte ndjekur me të, bëra të njëjtën vizitë tek ajo dhe më tha jo, fëmia nuk ka peshën e tillë sa të vi kaq herët. Po, kështu që mos u shqetëso, nuk ka asgjë për të shqetësuar, nuk ke nevojë
të bësh regjim edhe sikur u qetësova, pastaj ma doktoreshën edhe fillova me doktoreshën që ishte në shtet, edhe ma të edhe kam bërë edhe lindje. Unë kam pasur një vonesë me datën që caktohet që do vi fëmia. Kam pasur 13 mars dhe vajza ka ardhur me 17 mars. Dhe unë me 13 i shkruaj doktoreshës, i them, sot është data e fundit, fëmia nuk po vjen, edhe më thot, pse nuk më ke thënë më përpara, duhet bëjmë një vizitë, se çfarë po ndodh. Edhe ishte shtun e diel, 17 ishte e hënë, edhe thot, të lejmë një takim të hënë. Të hënë, ndërkohë më vinë dhimbjet e lindjes mua. Po, më kanë filluar në orë 1, dhe ishin të menaxhueshme. Po unë kisha komunikuar, kisha folur me mamin, më kishte shpjeguar pak se edhe unë thosha, unë do më vi koha që të lindë edhe nuk e di se se ishte era parë, nuk do e kuptoj, kisha frikë sikur nuk do e kuptoja. Edhe më shpjegonte edhe arrita ta kuptoj që ishin ato dhimbjet e fillimit, leta fare. Edhe thjesht u ngrita, u bëra gati që në mëngjes t'ikja në spital, po. Edhe në orën 7 mbaj mend kemi vajtur ke spitali me bashkëshortin dhe i kam shkruar te doktoreshës, unë jam këtu, kemi lënë takim për vizitë, po më duket po vjen bebi. Edhe më tha me njëherë po vi, sepse sa i përket edhe kësaj eksperiencave që dikush i ka negative në shtet, me thënë drejtën, ka të bëj shumë momenti kur vje fëmia. Për mua ishte shumë komode dita e hënë. Sepse doktoresha ishte në spital, por në qoftë se do ndodhte... Do binte në fundjavë, një ditë tjetër, diele... do ishte shumë e vështirë, sepse duhet ndryshoj kjo gjë. Shumë vajza dhe gra po vuajnë nga pjesa që ti ndjekesh me një doktor, edhe ajo nuk është, ose ai nuk është në turn, kështu që prit doktorin tënd ose doktoreshën tënde. Kjo shumë rrezikon edhe fëmijën edhe gruan ose vajzën. Kështu që kjo duhet ndryshoj. Mua më rezultoi pozitive se ishte doktoresha në spitale, normalisht do kisha përkujdesjen. Kam pritur me dhimbje vetëm 2 orë, nga ora 9:30 ka filluar procesi për lindjen e vajzës, edhe lindja e mbaj mend shumë traumatike, nuk e di. Ndoshta sepse gjithë më kishin thënë që nuk është e vështirë procesi i lindjes. Vetëm dhimbjet janë të vështira. Pastaj sa ti kalosh ato, çdo gjë është shumë e lehtë. Edhe disa jam zemruar me njerëzit që më kanë thënë kështu, se unë isha përgatitur kur më thanë, do filloj procesi i lindjes, tash shqyr, mbaroj çdo gjë. Po jo, aty filloi pjesa më e vështirë. Edhe i thosha pse nuk ka zgjatur shumë, thënë, gjysmore. Po, edhe gjatë kohës që po ndodhte edhe lindja, po më dukej shumë e vështirë dhe një moment i thash doktoreshës, jo, dua ta bëj me operacion. Ajo po del. Po, si Dorina tha, bebja po del, tha si do e bësh me operim. Jepi tha, edhe me vërtet ka qenë shumë e vështirë dhe në ato momente mendoja vetëm, domethënë, do isha me vajzën. Po mendoja momentin kur do isha me vajzën edhe bashkëshorti do lumturohej shumë sepse ai në fakt e ka dashur vajzën. Ashtu. Po. Edhe mendoja këto gjëra gjatë asaj kohe, sikur më ndihmoi pak që të i kaloja të... Dhe si isha i momenti kur dëgjove të qarën e parë? Po, e morën vajzën edhe e çun kështu sipër, disi ato kotelet të vogla kështu edhe e pash që ishte një bebi vogël rrumbullak, shumë e bukur. Por nuk ma dha në fakt fëmijën në momentin e parë. Po pse, s'ta vu në gjoks? Nuk ma vu në gjoks edhe... Po ti ishe me lindje naturale? Po, u mërzita shumë. Po pse e bën këtë gjë, pyeta? Sepse unë kalova një gjendje si shoku edhe po dridhesha e tëra, ata kishin frikë... Konvulsione, kalova në konvulsione, po. Ata kishin frikë se fillova edhe në të qara. Okej. Edhe kishin frikë si kur do fillonte ndonjë hemoragji edhe duhet të vepronin shumë më shpejt. Unë thash, po, si kur mbaroj çdo gjë, më thanë, jo, kemi punë prapë. Placenta. Po, dhe edhe do bëj edhe një qepje. E kuptoj, e kuptoj çfarë do të thuash, po. Po, dhe ai momenti ka qenë prap shumë i vështirë. Sikur çdo gjë dhe po shkonte duke u vështirësuar, nuk po lehtësoi në asnjë moment. A lejohet kjo? Në fen tuaj që ta agjërosh kur je shtatzën, se unë e di që jo.
Ja, nuk pëlqejet në fakt, as kur je shtatzon, as kur je një nën gjithënse. Okej. Por që e provova me atë idenë që gjithë po agjerojnë edhe pse unë mos ta agjeroj, edhe thash ta provoj, nëse arrit ta mbaj, okay. Por që më rezultoi pozitive në rastin tim, sepse doktoresha më tha ke agjeruar, thash po, tha ke bo mirë, se po të kishte bebi më shumë kile, nuk do kisha akoma më të vështirë. Më shumë probleme. Po, do e kishe më të vështirë lindjen, sepse çdo grua ka një konstrukt ndryshme nga njëra tjetra dhe përjeton më vështirë. Ti ke pasur probleme që nuk u hape plotësisht? Jo, nuk e kisha atë. Nuk e kisha atë, por nuk e lejoja trupin që të vepronte vetë. Nuk duen, prandaj ndoshta është mirë që t'informohemi që përpara, po nga që shifja shumë informacione. E ndaloje vetë pra trupin? E ndaloja dhe sikur I bëja rezistencë asaj dhimbjes. Okej, nuk shtyje me pak fjalë. Po, edhe kjo ndikonte negativisht. Qartë. Përjetova në ato momente një gjendje shoku çapo ndodh me trupin tim, nuk e prisja të ishte aq e vështirë, gjitha këto sikur e vështirësuan procesin. Biles unë boja luftë me doktoreshën, mos më prek, mos më I kërkoj falje se edhe në disa momente edhe kam vrarë. Sa kanë parë ato si ty. Edhe ka qenë shumë e vështirë me menaxhoje në ato momente, nuk e di. E përjetova shumë keq. Dhe pastaj do të shkoje në dhomë? Po, gjëja e parë që kam bërë ka qenë kam marrë mamin në telefon. Po, edhe I thash, mam, sa e vështirë pas ka qenë. Po, sa të vështirë pas ke pas ti, do më thonë pse s'na e ke thonë kur. Që është kaq e vështirë, se mami ka lindur 5 herë, jemi 5 fëmijë. Edhe them kur ankohemi ne që kemi një, edhe po këto thonë te 2 si 3 bëhet. Dhe shif çam thot mami pastaj. Mami më thot, nuk ka gjë thot. I dyti do jetë më I lehtë. Dhe kush të tha që do kenë një dytë. Sepse unë isha ashtu është, shumica ashtu thon, shumica ashtu thon. Prisja diçka tjetër, jo të më thoshe, I dyti është shumë më lehtë. Tash po kështu do që të na fusnin në valle, pastaj. Jo, pak të di edhe nga nusja vllai tim, ajo ka pas thënë që te parën se kam qenë aty në maternitet gjithë kohës kur ka lindur djali edhe ndeti gjatë në fakt me lindjen e parë dhe ishte shumë e vështirë, ajo tentoi naturalisht e arriti naturalisht. E dyta ishte punë 2 orësh, ndoshta më pak, kurse e treta më ishte se bërë të shkallët, kështu që prandaj them që bëhet gjithmonë më e thjeshtë. Inshallah. Sa mirë. Okej. Që ndaj nuk thon keq, që mund të jetë më e thjeshtë, gjithmonë me pastaj me vajzën do të takohesh në dhomë, do ta shkruaj në dhomë. Po, unë gjatë gjithë asaj kohë vetëm qaja. Nuk po e rimerja vetë, nuk e di pse, e përjetova shumë keq, vetëm qaja, nuk ishte ajo ndjesia kur pash fëmin që gjëja me bukën botë, jo. Dhe unë po thoja, pse nuk po vjen kjo ndjesia, pse s'pe ndjej. Edhe shpesh kjo gjë I bën të ndihen fajtor nënat sikur unë s'du fëmin tim, pse unë nuk kam ndjesin që kanë shumë nëna që thonë momentin e parë kur e mora, çdo gjë ndryshoi. Edhe ajo ishte gjëja më e rëndësishme për mua, gjëra të tilla, por jo, nuk po ndjeja në fakt diçka të tillë. Dhe kam vënë re që është një proces që vjen gradualisht. Për disa mund të vi. Për disa mund të vi më një herë. Mund të vi, për disa, sepse ja për shembull, këtu e ngatrojnë shpesh si Dorila, që thonë dhe ka mama që e thon këtë gjë. Për shembull kisha dhe Ingërin, që ajo donte ta lindte naturalisht, dhe thoshte që mendoja që edhe dashuria dhe ndjesia do më vinte më kollaj në momentin që do lindja naturalisht, edhe asaj I drueshe më shumë se sa do të thënë nuk pendonte që bebi të vinte I shëndetshëm është okay, por thoshte që nëse vinte naturalisht do e doje më shumë, do ishe. Por nuk është e thënë, jo. Nuk është e thënë. Nuk është e thënë sepse kundërtën në këtë rast, pra se nuk ka po më qenë vinte natyrale. Edhe nuk më ka ardhur ndoshta muajin e parë fare. Po. Muajin e parë e shikoja si një përgjegjësi që duhet bërë. Do e bësh këtë gjën sepse është fëmia jote, ke përgjegjësi për atë fëmijë dhe do bësh gjitha gjërat që ai ka nevojë. Por që një ndjesi që gjithë më thonin do vi ajo ndjesia. Se ti ndaje këto shqetësime të tjera të? Po, sepse po ndihesha edhe keq, pse do më thonë, edhe më thoshin që ndodh, është diçka normale, mos e përjeto si diçka negative, çfarë kam unë që se dua fëmin tim.
Edhe kështu ka qenë muaji I parë ka qenë kështu I ngarkuar. Kur shikon dhe dëgjon që flitet për këtë temë shpesh, se flitet tani, ka shumë nëna që e flasin, ka shumë nëna që e rrëfen, kujtoj Dojnën që e ka dhënë si dëshmi personale në Instagramin e saj, por gjithashtu kam pasur dhe në tjera këtu në studio që e kam dëshmuar që kjo dashuri dhe nuk vjen me një herë, domethënë. Por shikoj sërish një tendencë të rrjetit, le të themi të Instagramit, të komenteve që thonë se është e vërtet, është kjo, çfarë po thoni, sepse është e vërteta e tyre është e kundërta. Dhe ato mendojnë që nuk mund ndodh, kjo tjetra po ndodh sepse e përjetojmë ne tjerat, nëna tjera që ndodh, është nuk e di. Unë edhe 6-7 zanis sikur nuk e përjetoja shumë. Më shumë e përjetonte pozitivisht bashkëshorti se sa vetëm. Dhe shpesh ndjesha në faj, për shembull ai fliste më shumë ke barku. Thosha, nëna duhet t'i flas fëmis, pse nuk më vjen që t'i flas? Megjithatë, ka qenë një proces natyral, normal. E harrova lindjen. E harrova sa ishte. E harrova. Do të thonë nuk po as një gjë nuk po shkonte drejt lehtësimit, sikur vetëm po vështirësoheshin gjërat. Edhe unë që prisja që tani do jetë më e lehtë. Jo, ka qenë shumë e vështirë sepse unë nuk kam blerë formulën në fakt për fëmijën. Edhe kam qenë mendimi që do ushqej me gji. Nisur edhe nga këto që thonë që nëse mami yt, motrat kanë pas një gjithdhënie të mirë, mund ta kesh edhe ti sepse është gjenetike. Unë nisa pak edhe nga kjo, por jo vetëm për gjithdhënien, për çdo gjë janë nisur që t'ja lë si të më vinë, edhe kur të më vi situata të veproj pastaj në bazë situatës. Dhe pash që vajza e mori gjirin, fakt, por duke qenë se ishte pak e vogël, sikur nuk kishte atë forcën e duhur për ta marrë tamam. Kështu që duhej që ti jepja dhe shtesë. Edhe shtesë kur niste shtesën? Ja nisa ditën e dytë. Okej. Po, vajza ra pas 2 ditësh kishim një vizitë me pediatrën dhe më tha që duhet ta fillosh edhe shtesën sepse kishte rënë 300 gram, po. Nga 2900 ishte 2600 edhe kishte rënë goxha. Fillova me shtesën dhe i koordinoj. Po. Po shikoja që ajo po mësoj me biberonin, nuk donte pastaj ta merrte fare gjirin. Po. Bëra një zgjedhje tjetër, ndoshta nuk e di sa e përdorin, ka vajza që përdorin silikonin. Po, sepse ai nuk e kapte plotësisht që të ushqehej. Dhe sugjerojnë këtë goxha. Ishte mirë edhe për dhimbjet. Për dhimbjet, po. Po nuk e kisha për dhimbjet, e kisha më shumë që ajo ta merrte më lehtë. Nuk kishte atë fuqinë e duhur për ta marrë. Që ndoshta edhe lidhte me pjesën e biberonit njëkohësisht. Po, i duke I njëjtë. Është ai momenti ngatrimi. I duke sikur është e njëjta gjë dhe po, ashtu funksiononte, por nuk e mendoja veten me silikon gjatë gjithë kohës. Ashtu. Unë vetëm një javë sa e kam përdorur dhe kalova shumë keq nga ana psikologjike. Duhet zgjohesh natën, ti sterilizoje, ti veje. Në disa momente ato edhe mund të binin, duhet gjeje numrin e përshtatshëm. Duhet t'i ndroje, nuk e di, sot, nuk e di kur e kujtoj tash, stres më vete, po. Nuk I fillove një rutinë? Jo, ishte e pamundur. Është akoma e pamundur. Vërtet? Po, është akoma e pamundur. Si jeni me gjumin natën? Për shumë fle natën apo jo? Flen në qoftë se unë flej me ta. Po në qoftë se unë nuk flej me ta, është shumë e vështirë të flej. Domethënë, unë duhet bëj gjumin, në qoftë se duhet I bëj një rutinë asaj, duhet që të jetë e njëjtë me rutinën time, sa I përket gjumit. Edhe gjatë ditës, si e vej që të flej, në momentin që unë largohem ajo direkt zgjohet. Pastaj do të filloj edhe ushqimin solid. Po, I kam filluar 6 muajsh. Si janë nisë 6 muaj? Në fakt 5 muajshe. 5 muajshe. Pak para se të bënte 6 muaj kam filluar vetëm me lëng boronice. Boronicë, unë jam nga Tropoja vetë dhe e sigurova boronicën nga Tropoja, lëngun. Kush ta sugjeroi këtë? Vetja im, prindrit, sepse ajo nga që kishte probleme me barkun, nuk po qetësoj dhe kur fillova t'i jap këtë lëngu nuk qetësua. Po, edhe I bëri shumë mirë për jashtëqitjen. Ishte shumë e mirë, po vetëm lëngun. Pastaj, pasi bëri 6 muaj, 6 muaj një javë, I kam filluar ushqimin, ishte një periudhë prapë shumë e vështirë,
Nuk e di thash sa mirë ishte me gjirin. gji? Po shumë e rehatshme, kurse me ushimin o zot. Ishte e Ti vështirë. qënë ke rasti tipik i mamit që se shpesh herë shkruajnë goca tek Instagrami i mam që thonë, po, vetëm rastet bukura keni ju aty, vetëm S'keni raste të vështira. Të lumtura, s'keni asnjë rast të vështirë. Këto ka menduar dhe unë që po vija. E thash, më duket ky do jetë rasti i parë sepse okej, ka nëna që ju shkon mbar, ju shkon mirë, e shijojnë, okej, ka pasur që kanë pasur vështirësi patjetër, po që i gjithë procesi më duket sikur ka qenë shumë i vështirë. kuptoj. Edhe jam me këtë shpresën që edhe pak do ndryshoj, edhe pak Ashtu do do qetësohem. do ndryshoj, pa diskutim se është përkohshme. Ka disa si tjerë që gjë. thonë si Dorela, kjo ka qenë periudha më e bukur. Në vazhdim do vështirësohet. Jo. Do bëhet i Do jetë më lëvizshme. e bukur më vonë, më beso. Shpresoj. Do jetë Shpresoj. shumë e bukur Ta më ngushëllojmë vonë. veten. Sa vjen edhe bëhet më e bukur. Më thënë, e sigurisht që ka momente të vështira dhe prandaj them shpesh nënave dhe nënat që kanë qenë këtu japin mesazhin që kjo që ju përjetoni tash është e përkohshme. Pra lodhja është e përkohshme, vështirësia është e përkohshme. Sa vjen edhe bëhet më e thjeshtë dash si Zoti pa probleme shëndetësore, sepse Ajo është sigurisht që ato e rëndësishme. vështirësojnë rrugtimin e secilit Shumë, pring. po. Por ama në të përgjithshmen kur një fëmijë është i shëndetshëm, gjithçka vjen dhe bëhet më e bukur dhe më e thjeshtë. Po e di që harrohen me vërtet. Harrohen, Se kur ta absolutisht. thonë më duket se po jo, unë nuk i harroj, por me vërtet harrohen. Harrohen. Unë ta di që mendoj. Harrohen ato mungesa e gjumit natës, harrohen ato dhimbjet e lindjes, ti kujton pa diskutim, sepse si proces Do më ti e thonë, mban nuk i mend dhe përjeton orët si që i ke përjetuar Po, gjatë asaj po, kohe. po, nuk Unë ka. mbaj mend, për shembull, kam pas dhimbje të kokës të mërshme nga pagjumësia. Po, Ka pas 2 ditë që nuk më pushonte dhimbja e kokës. Edhe sepse bëja një gjumë që 1 orë gjumë zgjoh, edhe thosha më mirë të rrezjuar se sikur ai gjumi E di. i segmentuar po më bënte më keq. Edhe gjumi është shumë i rëndësishme për njeriu. Është rëndësishme dhe ndikon shumë në çdo gjë. psikologjike shumë. Si të ka ndikuar ty? Postpartum. Ka qenë e vështirë. Ka qenë e vështirë dhe shpesh e gjeja vetën duke qajt. Po. Duke qaj baby, qaj unë. Qanim të dyja, edhe nuk dija që të boja. Shpesh, do e them këtë, shumë zgjedhin të mos ta thojnë, sepse nuk dua ndoshta që të gjykohen, por shpesh ka menduar për fëmin pse e bëra në ato momente. Edhe sikur të mos ta kisha bërë, sikur mos të ishte ajo, për shembull unë tani do isha mirë, thosha. Kam qenë person shumë aktiv, dilja, shëtisja, domethënë asnjëherë punoja, thosha ja tani si jam në këtë gjendje, sikur mos ishte ajo, edhe qaja, edhe mbrapa thoja pse unë mendoj kështu për fëmin tim. Pesoje veten. Po, sa e ke dashur një gjë të tillë, një dhuratë që shumë e kërkojnë dhe nuk e kanë, dhe ti pastaj ishte, domethënë një dy luftim me veten brenda tënde. vetes. Po kërkoj një mesazh në fakt sepse sot merrti një mesazh nga një mami. Thot, un kam një problem që po ju shkruaj, un kam 2 vajza dhe jam shtatzan në muajin e 5 në pritet e një djale, thot. Problemi im është që kam probleme me gjumin gjatë natës, nuk fle dot gjumë, dhe nga që e mundoj veten të fle natën, më kap edhe ankthi gjatë natës. Po bën disa kohë kjo situatë, po bëhet e lodhshme sepse sa afrohet nata më kap frika se si do e kaloj natën tot. A mundet të fle apo jo? Gjatë ditës mendoj për këtë gjë dhe më kap frika, s'po mundem më të qetësohem dhe të largoj mendjen. Më jep ndonjë mendim, thot. Mendimi im ishte sigurisht të drejtohet tek një profesionist i patjetër. fushës. Gjithmonë duhet të drejtohet diku, sepse edhe mua më thoshin që okay, kalon. Me vërtet mund të kaloj, por që mund të lej pasoja, kështu që mos lej pasoja, duhet që ta zgjidhësh sa më përpara dhe ti jesh i rrethuar edhe nga njerëzit pozitiv, sepse shpesh njerëzit që na rrethojnë, duke pasur parasysh edhe kulturën në cilën jemi, sikur na e rëndojnë akoma më shumë. Për shembull, unë kur i thoja që kam këto mendime pse e bëra, mos mendo ashtu. Pse e thua atë? Ose me çelës është ajo. Po, pse e thua atë? Shumë gabim. Jo, ke bërë shumë gabim që e mendoj një gjë të tillë. Edhe disa fajtor ndiesha unë që e mendoja një gjë të tillë. Kështu që ndonjëherë njerëzit që na rrethojnë sikur na e shtojnë ato. Jo se na e duan Jo se të duan ta keqen. bëjnë atë gjë. Ato Po, thjesht po.
ashtu e mendojnë edhe ne ashtu jemi Po, ata rritur. duan që ne të dalim sa më Po, shpejt mos nga e mendo, janë. ato është gjëja më e bukur që të ka dhënë Zoti. Po. Patjetër, por që ti nuk i largon dot këto mendimet. Janë drejt. gjendja emocionale në cilën ti ndodhesh është e tillë dhe mendoj që të drejtohesh te një profesionist është më e duhura. Flasin shpesh mamat, pata dhe disa komente para disa ditësh për shkak se në YouTube po e lexoja në fakt që shkruanin gocat që po pse s'flitet shumë për këtë pjesën e gjithëdhënies që jo të gjitha kanë mundësi të japin gjë, jo të gjitha, do të thënë, nuk pse duhet na fajsoni për këtë gjë. Duket sikur i fajsojmë në fakt nuk është e vërtet. Ne përpiqemi të stimulojmë këtu nga mama, ne përpiqemi të stimulojmë të gjitha juve gra, goca që t'i jepni gjë. Nëse nuk keni mundësi t'i jepni gjë, nuk është faj juaj. Mos fajsoni veten, domethënë është ashtu ishte shkruar. Domethënë, por ju përpiquni, unë këtë i them, ju përpiquni, nëse nuk ja dilni dot, nuk ka problem. Por gjithsesi, është një lloj presioni përgjithsisht që ose me gjë ose je nën e keqe. Unë do të jap raste nga të kaluar, sepse shpesh këtë i na ndihemi në faj nënat më të vjetra. Po. Nënat më të vjetra kur nuk kishin gjim mjaftueshëm ose nuk i ushqenin dot me qumshtin e gjirit, zgjidhnin me qumësht, kos, sheqer, domethënë gjëra që janë fare të shëndetshme. Kështu që ne sot kemi alternativa që janë shumë të mira. Nuk kanë nevojë ta ndinë veten tillë në faj, sepse realisht nuk është për fajin e tyre. Po, dhe po ju ofrohet fëmijëve tyre një zgjidhje shumë më e mirë se sa ka qenë më përpara. Sa i përket shoqërisë, ndikimit që kanë, patjetër është shumë i madh, qoftë për lindjen natyrale, që thonë është më e mira, qoftë për gjithëndjen, qoftë për postpartum, pse jepni kaq shumë zë, pse e bëni pse jeni bërë kaq emotive. Eksakt. Ne s'kemi përjetuar gjëra të tilla, në fakt kanë përjetuar. Nuk flisnin edhe nuk kishte një diagnozë të tillë, nuk njihej me këtë emër që njihej sot. Kishin ndoshta më shumë ndihmë përreth, ndihmë kuptimin, ti mund të ishe shumë e zënë me punë. Kalon dorë më dorë, Pikërisht, sot ne jetojmë vetëm. Për shembull, unë jetoj vetëm me bashkëshortin. E vërtet. Dhe kur nuk ke një person afër qoftë edhe të bësh një muhabet. Jemi te kjo pjesa që po rrisim fëmijë jo aq të përsosur sa kur e krahasojnë me fëmijët që kanë rritur prindrit tanë, dalin në rezultatin që fëmijët sot nuk janë aq të mirë, të disiplinuar siç kanë qenë më përpara. Dhe unë mendoj që të paktën aktualisht kjo ndodh më shumë për këtë arsye. Sepse më përpara thuhej që fëmia është pasqyrë e familjes. Ishte e vërtetë. Sot, unë mendoj që fëmia nuk është më pasqyrë e familjes. Fëmia është pasqyrë e shoqërisë. Pse? Fëmijët që po rriten sot kalojnë më shumë kohë me ambiente ndryshme ku socializohen. Nuk kalojnë aq shumë kohë me prindrit siç më përpara. Orë mbyllen këtu te telefoni. Ne ose me teknologjinë, mbyllen me teknologjinë. Që janë duke folur me një shok online. Pra, edhe marrëdhënien mes tyre nuk e kanë më siç e kanë pas fëmijët më përpara, mendoj. Unë domethënë që shifeshin përballë, bisedonin, loznin, këto edhe kur janë bashkë lozin me njëri tjetrin në telefon. Aty duket sikur i llastoj më shumë ne fëmijët. Si relage bër vaksinat gocat? Ajo. Pse? Unë kam bërë vetëm vaksinat që bëhen pas lindjes. Para se të dalësh nga materniteti. Ato nuk do i bëja as ato, por që ashtu ndodhi, nuk të pyesim ty, më tha. Pavarësisht se nuk mendoj që nuk është përgjigje e duhur. Një nën, një prind do më të mirën për fëmijën e vet, dhe unë kam lexuar shumë kur kam qenë shtatzon, edhe më përpara kam lexuar shumë sa i përket vaksinave. Kam lexuar shumë të jashtëm, doktor që janë marrë me ndërtimin e vaksinave, por që kanë qenë anonim, për shkak se nuk lejohet të flasin kundër vaksinave. Edhe kam dalë në përfundimin që përbërja e vaksinave kishte shumë gjëra që mund ndikon negativisht në shëndetin e fëmijëve, por që disa janë, sepse janë dy versionet, dhe pavarësisht se unë kam zgjedhur këtë gjë, kjo është thik me dy presa. Është shumë e vështirë si vendim, por unë e kam gjetur veten më rehat këtu. E vërtet që gjithë do mendojmë për të mirën e fëmijës ton, por ka edhe një gjë që duhet kemi edhe, le themi, ndërgjegjen drejt
anës tjetër, pra ndërgjegjen e pastër edhe me njerëzit, le themi në këtë pikë, që t'jemi Po që thua për nëse fëmijën tim e unë e le të pavaksinuar, atëherë ai e ka shumë më të thjeshtë për ta marrë virusin, për të ma përcjell mua po ashtu. Sepse ka edhe nga ato që thonë që po ti e ke bërë vaksinën, çfarë problemi ke? Problemi është pse duhet ta marr unë atë virus, sepse varet se si trupi im përgjigjet, reagon ndaj atij virusi. Unë nuk e di se si do të reagoj, nuk e di se si do të reagoj me atë lloj imunizimi që ka marrë nga vaksina, nëse e ka marrë ashtu si duhet apo jo. Nuk e di as këtë, as unë nuk e di këtë. Pra, pse duhet ta rrezikoj unë si një prind? Ku mund ta marrin për shembull në këtë rast në kopësht? Okej. Unë mendoj, unë për vete jam kundër çerdheve dhe kopshteve. Prandaj thash që kam ide. Ja, në këndlorash, ti do e çosh në këndlorash. Në shkolla do e çosh. Thonë që sa më shumë i rritur ti është aq më keq përgjigjet trupi. Time në këtë sistem arsimi që kemi as në shkollë nuk, po është e detyruar, kështu që ishte një sistem arsimi ndryshe me shumë qef. Por unë mendoj që ka shumë probleme, qoftë në çerdhe, qoftë kopsht, qoftë sistemi arsimi, mbyllja e fëmijëve kaq shumë këto vitet e fundit, ju sjell shumë gjëra negative dhe rritje jo të mirë për ta. Do kaloj një pjesë tjetër, që absolutisht lidhet dhe me besimin tuaj, shumë, edhe por është si edhe në kulturën e shqiptarit, përgjithsisht që janë besëtnit. No. Komente, këshilla, në lidhje me besëtnit, syri keq, ta kapi syri, kujdes, mos e bëj këtë, mos e bëj atë. Shiko, unë do bëja një ndarje mes besëtnive dhe asaj që është fetare në këtë rast syri, sipas fesë islame syri ekziston. Sepse edhe nga studimet energjia negative, përcjellja e energjisë negative është prezente. Kështu që besëtnit dhe syri keq janë dy gjëra komplet ndryshme. Sa i përket besëtnive, nuk e di pse populli ynë është kaq, ndoshta është ndër vetëm popull që është kaq i fiksuar me gjëra të tilla, por normalisht ka një histori pse kanë dalë këto gjërat. Për shembull, je nën 40 ditët e para, nuk duhet të dalë për shtëpia. Mos dil nga shtëpia, mos ikë prindrit e tu. Dhe njëri pa të thonë e ka shpikur ndonjë vjerë që s'ka dash nusja shkoj ke prindrit. Kështu që ka një histori, çdo besëtni që besojmë sot ka një histori pse ka dalë, nuk ka dalë kot, ka dalë nga prevojat që kanë pasur, por që janë negative në disa raste, ku ndikojnë negativisht të shëndeti nënës apo edhe të i fëmijës. Në rasti që dhash mbajtja në dorë, mos e mbaj në dorë, fëmija mësohet keq, lëret qaj, domethënë këto janë negative. Po këto janë këshilla që japin, ëh, këshilla që janë që japin, po. Po, edhe kjo mos dil 40 ditët e para, është negative sepse ndoshta një nën ka nevojë dal. Edhe dalja patjetër që e ndihmon. Marrja ajër duhet të. Po, e di sa mirë e kalon atë periudhën që edhe ajo dalja udhtimi, qoftë pirja një kafe poshtë, ecja, të ndihmon shumë. Në këtë rast, nëse aplikon këtë besëtnin, ndikon shumë negativisht. Shumë negativisht. Ta shton atë. Çfarë besëtnish tjera kanë qenë prezent në jetën tënde? Mos i prej thonjt foshnjës pa bërë një vit. Kjo nuk është kjo se kuptova. Mos i prej thonjët e foshnjës bebes pa bërë një vit. Kjo nuk është higjienike për shembull. Po si do aposh? Ai gric vetën. Jo, do i le pikërisht. Kjo është shumë negative. Ai ka thonjtë vetë dhe mund t'i ketë edhe jo higienik, patjetër. Po, për pos, kësaj që do i fusin gojë pastaj. Po, do i fusin gojë, do gric veten. Fëmia thotë rritet thoj dhe bie vet. Nuk bie vet, ai rri një kohë gjatë ashtu. Kjo, domethënë, është shumë problematike. Mos ja prej flokët pa bërë një vit. Edhe kjo është. Po, mos i prej flokët. Domethënë, unë i kam prerë edhe në momentin që pse i ke prej flokët, pse i prej thonjtë. Po ti pse ja prej flokët njërë? Unë ja preva thjesht sepse pash që një pjesë e kokës kishte flok, një pjesë po i binin nga
shtrirja, domethënë. Po jo ndodh normalisht, atë arstime i ka ndodhur. Po, dhe unë desha t'ja pres që t'ja rregulloja, duke i bukur. Nuk është se ke pas që do i shumohen flokët tash pas saj. Jo, nuk e kam pasur. Por ma kanë thënë, i ke prerë që t'i shumohen flokët, tash jo, për qefin tim, që dukej më bukur, kështu më duket në syrin tim më bukur. Nga syri ke frikë? Frikë nuk kam, por e di që ekziston. Kështu që ka metoda që mbrohesh nga syri. Çfarë metodesh? Për shembull, në fenë islame kemi ato lutjet. Po në çdo fe, personi mund të bëj lutje, mund të jap urat për fëmijën e vet, edhe mund të jesh më i mbrojtur edhe ti personalisht, për edhe fëmia jot. A di kripti në shtëpi? Jo. Kjo pastaj kalon tek besitnit. Nuk kalon në të syri. E vetmja formë, unë them, që mund mbrohesh nga syri, nga energjia negative, nga këto gjëra, sepse shpesh herë mund ta gjej edhe unë veten duke parë një gjë shumë të bukur edhe sikur futesh brenda asaj gjëre dhe nuk e ke mendjen fare, vetëm fokusohesh. Nëse do i flisje vetes tënde në ditën e parë si nën, çfarë do i thoje? Ti flisja me këto monde që kam Sot që flasim. Ti është durim. Durim. Fëmia është dhurat, po në njëjtën kohë është edhe amanet. I themi ne, është amanet. Si mund të jetë një gjë edhe dhurat edhe amanet? Mund të jetë dhurat sepse ti mund ta dush një gjë dhe mund të mos vinë në momentin që e do. Ajo është një dhurat që të jepet, edhe ka shumë njerëz që nuk u jepet. Kështu që merre si dhurat që të është dhënë, por merr edhe si përgjegjësi, si amanet që të bësh më të mirën për ta. Je përgjegjës për atë fëmijë. Faleminderit Orinda. Ishte kënaqësi. Unë e di shumë mirë që nuk ka njeri që kur shikon rroba bebesh nuk dashurohet e nuk marroset me to, siç këto dy veshje që kam unë në duar për djem dhe për vajza që i ka marrë në Kids Around që ndodhet në Ring. Dhe mos harroni, keni koleksione fantastike me brende ekskluzive në Kids Around si Kenzo, Karl Lagerfeld, Marc Jacobs, si që janë këto të dyja në përduar, me veshje, aksesor, këpuc, gjithçka dhe sigurisht në verë ka surpriza. Ulje në Kids Around nga ju sugjeroj të shkoni për të marrë veshjen tuaj të preferuar për fëmijët tuaj. Aty kur lind një bebe, ato vendosin vaj peshku për ta lyer trupin, lëkurën, po. Dhe kur masollën, Joana mbante peshk. Era parë që dëgjoj, po pse e bëni këtë punë? Sipas tyre ishte shumë e mirë për lëkurën e bebit. Atë përdornin. Kam një grua e cila i njeh mirë nënat. Jo vetëm sepse është psikologe, por gjithashtu është drejtuese e një organizate krishtere në Shqipëri. Por mbi të gjitha është një mami 3 fëmijëve. Sot kam Bonën në studion e mam, e cila do të na flasë për gjithë rrugtimin e mëmësisë, por për sfidat, për baby blues, për sfidat e adoleshencës njëkohësisht, sepse fëmijët i ketë rritur tashmë, kështu që kemi një temë shumë të rëndësishme për të prekur për mamat tona sot. Faleminderit që në mam. Faleminderit shumë Orinda, e vlerësoj shumë ftesën tuaj. Në fakt, unë kam folur pak për familjen time, po kjo është hera e parë që pikërisht do flas në rolin e një nëne, edhe jam shumë e lumtur që mund të ndaj këtu, jo vetëm sukseset e të qenurit një nën, por pse jo, edhe sfidat, edhe se si jam ringritur, dhe kjo për që nënat që na dëgjojnë të mund të inkurajohen dhe motivohen. E drejt. Dhe në fakt për bërë një prezantim të Bonës, le ta bëjmë një prezantim të Bonës për çdo që na shikon në këtë moment. Kush është Bona? Unë në fakt jam lindur këtu në Shqipëri, dhe pastaj një moshë saktuar njoha bashortin tim, dhe normalisht përpara se të kem rolet e tjera që mund t'i shpjegoj pak më vonë, Joshua dhe unë ne kemi 3 fëmijë, po sot janë të rritur, por ndërkohë përveç rolit të qenurit një nën, jam shumë e përfshirë edhe në një organizat shumë të njohur, që është një organizat quhet Mamco International, edhe është një organizat që fokusohet për të inkurajuar dhe pajisur nënat për të kuptuar potencialin e tyre në radhë parë si gra, si vajza, normalisht potencialin e tyre si nëna, për ato nëna që janë edhe të martuara, edhe potencialin e tyre si bashorte, por edhe si leaders. Sa të ka ndryshuar mëmësia, Bona, mendon?
unë mendoj kur vajza ime, Sera, lindi, në fakt përpara se ajo të lindte, ai procesi i shtazzanis ka qenë sa i bukur, po edhe shumë sfidues. Mbaj mend që në fakt kur isha 3 muaj shtatzan me Sarën, unë mendova se e humba Sarën. Çfarë ndodhi? Unë pata një problem, një qist në vezore, ndërkohë që isha shtatzan. Dhe Si e kuptova? Në fakt unë fillova të kisha dhimbje, po, dhe më duke sikur po binte bebi, domethënë diçka që po binte, po, domethënë ishte një shtytje, një pressure, një presion, dhe normalisht shkuam në spital, në atë kohë jetoja në Amerikë, dhe aty më thanë që duhet patjetër që të bësh operacion. Kështu që unë kam bërë operacion ndërsa isha shtatzan me Sarën. Për risk shumë i madh. Një risk i jashtëzakonshëm, saqë kur operacioni doli me sukses, doktorat thanë që you have a miracle baby. Baby është një mrekulli, sepse është një ndër operacionet që është shumë e vështirë që bebi të mbijetonte, por që Zoti ishte kaq i mirë. Zoti deshte, po. Që Sara të lindte, dhe mbaj mend që kur e kam mbajtur Sarën në duart e mia, ishte një ndër ndjesitë më të papërshkrueshme, edhe që po mendoja si është e mundur që Zoti të vendosi një jetë kaq të bukur brenda gruas, edhe ka qenë një ndër momentet kaq të bukura në jetën time, pavarësisht se edhe kur lindi Sara, mua më është dashur 36 orë. Ka qenë lindje e vështirë. Një lindje shumë e vështirë. Kështu që nëpërmjet këtyre sfidave normalisht unë kur kam mbajtur Sarën në dorë kam thënë dua ta përsëris edhe një herë. E gjitha të dhimbje, gjitha të 36 orë, po ka qenë një lindje natyrale apo në fund përfundoi në pikërisht, pra filloi si unë do kisha shumë dëshirë që Sara pra që të lindte natyrale, por nuk ishte e thënë, ishte pa problem, mendoj që edhe pse ishte një operacion cesarian, më në fund ja vleu totalisht gjithë sakrifica. Po pse ndryshoi gjithë ndryshoi sepse rrjedha? Ndryshoi sepse unë kisha kaluar 40 javshin e shtatzanis, edhe doktori tha që është shumë e rëndësishme që ne të induce, ta stimulojmë, po. Dhe normalisht kur mu dha ilaçi stimulues, dhimbjet erdhën nuk ishte pa mund, domethënë nuk ishte përgatitur terreni për të dalë bebi. Pra ti po thua për hapje. Pikërisht. Pra kaloi, domethënë mendoj mbas stimulimit kaloi diku tek 7 orë. Dhe nuk po ndodhte asgjë. Absolutisht, dhe pastaj më bën një epidural në kuriz. Po pse ta bën për sa kohë? Apo kishe dhimbje ndërkohë? Unë ndërkohë stimuluesi të jepte dhimbje normalisht, por që nuk krijonte absolutisht asnjë lloj terreni për që bebi të lindte, po të fillonte procesi, pra. Po, dhe doktori tha që zemra e bebit është në stres, kështu që është patjetër rëndësishme që ne të ndërhyjmë edhe të jetë një të jetë një lindje e suksesshme ndërkohë. Ti ke qenë në narkoz totale apo thjesht spinale? Jo, ka qenë spinale. Spinale. Kështu që kam ndjer, pra jo se kam ndjer dhimbje, por kam ndjer momentin që ajo doli. Pikërisht. Ato tërheqjen e të gjitha, dhe të qarën e saj të parë, e kujton? Një ndër gjërat më të bukura që unë kam eksperimentuar, sepse Sara lindë në Amerikë, edhe aty është shumë e rëndësishme që
bashorti të jetë pranë teje. Dhe në atë moment unë kisha Joshuan afër meje që mbante dorën time dhe ishte si pra ishte si ai ëngjëlli mbrojtës. Edhe kur lindi Sara ne të dy ishim aty së bashku. Edhe kjo është e bukur, është në fakt nuk e di nëse ndodh këtu në Shqipëri, Ndodh në Shqipëri. Unë e them kështu sepse fëmijët e mi nuk kanë lindur këtu. Kështu që nuk e di dhe shumë mirë se si funksionon këtu në spitalet në Shqipëri, por do të thojë që bashorti im ka qenë një mbështetje shumë e madhe gjatë këtij procesit fantastik. Sa ditë qëndrove në spital? Unë kam qëndruar, kam qëndruar 4 ditë në spital, por mbas çdo lindje është shumë interesante sepse kur ti ke një operacion cesarian, C-section, zakonisht duhet të qëndrosh në krevat, për shembull me vajzën me Sarën, kam qëndruar në krevat për një 6 orë, pastaj më thanë që të çohesha, edhe të ecja. Kurse për shembull me djalin, në momentin që unë pata operacionin cesarian, mbas një ore, më thanë ço duhet të ecësh. Dhe kam përshtypjen se ka ndryshuar gjërat ndër vite. Është shumë e vërtetë. Sepse është edhe unë jam çuar shumë shpejt, për punë 1 orë e gjys isha në këmbë pas C-section. Pra besoj që është diçka e ndryshuar ndër vite nga taktika e doktorëve, besoj kjo gjë. Është shumë e vërtetë. Megjithatë unë mund të them që si një nënë që i ka lindur fëmijët me cesarian, me thënë të drejtën, unë do ta zgjidhja cesarianin sepse nuk është absolutisht është një proces që nuk ka dhimbje, normalisht ke pak më shumë sfida mbas operacionit, megjithatë ja vlen. 22 vjeç u bëre nën për herë të parë, është shumë e re. Shumë e re, po. A ndihesh ti e përgatitur emocionalisht në këtë rast? Unë kam qenë edhe shumë e gëzuar që po bëhesha nën, por kisha edhe shumë frikra. A do isha unë një nënë e mirë? A do dija unë të mbaja bebin? A do vinte qumshti për bebin? Dhe shpeshherë unë dëgjoj dhe vajzat sot që thonë sa e vështirë është ti jesh nën, por e di çfarë ndodh? Në momentin që ti ke bebin tënd, të duket sikur je e pajisur totalisht, sikur brenda momentin që ti mban bebin, ti e di se çfarë do bësh me bebin tënd, pavarësisht është instinkt, po thua. Është instinkti, po, patjetër, domethënë në moment kur ti bëhesh nën, ti e ke instinktin e nënës menjëherë. Patjetër. Ideja është ti nuk lind nën, por momentin që lind një bebe ti bësh automatikisht në nën me çdo kusht, në çdo rrethan, mendon që është kështu. Është shumë e vërtetë, edhe pastaj edhe mindseti ndryshon, sepse në atë moment që ti bëhesh nën, dua ta them këtë, fillon dhe harron veten. Sepse gjithë vëmendja shkon tek bebat, tek fëmijët, gjë që është normale, është pjesë e natyrës, pjesë e procesit të bukur të momësisë. Por këtu dua të them, duke menduar kur kam qenë një nën me fëmijë, me bebe të vogla, edhe unë kam pasur shumë herë situata kur unë kam lënë veten pas dore. Kjo për shkak sepse doja të isha nëna shumë e mirë. Por sot mund të them që në fakt nuk duhet ishte ashtu. Unë mendoj që nëse ne duam që një nën që të kemi një familje që lulëzon, nëna duhet lulëzoj. Nëse është një nën që mbijeton, është gjithë stres, nuk është kujdesu për veten e saj, për emocionet e saj, për ndjesitë e saj, për trupin e saj, gjithë familja në mbjetës. Po, duhet gjithë familja do mbjetoj. A ke përjetuar ti Baby Blues pas lindjes? Po, kam përjetuar me Sarën. Në fakt ka qenë dita e 2 apo e 3. Dhe në fakt mua akoma nuk më kishte ardhur qumshti. Dhe normalisht kjo ndjesia që unë nuk po siguroja ose në atë kohë ashtu mendoj që nuk po e siguroja sepse normalisht patjetër që
ka dhe baby formula. Por për mua ishte shumë e rëndësishme që gjithënia, patjetër. Edhe ka pasur një moment që unë vetëm qaja mendoja që nuk mjaftueshëm, nuk kisha një nënë e mirë. Biles nuk isha fare një nënë e mirë. Këto ishin mendimet, ishin disa mendime që kur i mendoj sot si ka mundësi. Kur ti shikon bebin tënde ti thua që unë nuk do jemi nënë e mirë për ty, por këto janë thjesht mendime që normalisht edhe doktori, atje edhe infermierët normalisht të thonin që it's normal, që është normale, e normalizojnë si situatë dhe është shumë për mua ajo çfarë më ka ndihmuar shumë në ato ditë të baby blues është fakti sepse unë kisha njerëz aty që ishin professional që mund të ishin aty për ty për të dëgjuar, ata dëgjonin në mënyrë shumë aktive, të pyesnin rreth ndjesive, emocioneve dhe ti duke u shprehur normalisht ka një çlirim aty brenda dhe normalisht dëgjon veten. Edhe kjo zgjati 2-3 ditë, diçka e tillë. Kështu që por një baby blues i pashëruar ka shumë nëna që nuk e shprehin fare. Dhe kjo ajo lë shumë gjurmë. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që disa gjëra që ne i kemi menduar tabu më përpara, që le të çlirohemi nga këto tabu. Ndoshta i kemi të trashëguara nga traditat, kulturat tona, mënyra se si nënat tona e kanë menaxhuar. Shpesh është frika e parajgjykimit, çfarë do mendojnë të tjerët. Edhe kjo frika e parajgjykimit i lë njerëzit të paralizuar. Shpeshherë nënat ndjen sikur atë çfarë ato ndjejnë nuk mund ta thonë. Dhe krijohet kjo lloj double life. Është ajo nëna që gjithmonë bën shumë gjëra në shtëpi, lan pastron, bën gatuan. Në fakt, dua të them edhe diçka tjetër, Rinda. Figura e nënës nuk është vetëm figura e mbrojtjes, e përkujdesjes, por mendo pak një nënë nuk është vetëm një nënë, ajo është infermiere, është doktoresh, është mësuese, është menaxhere, është guzhuniere, të gjitha. Dhe nëse është bërë një statistik në fakt që nëse cilin për këtyre profesioneve do paguaj, nëna do ishin milionerët e botës. Si mund ta dalloj një nën që është e lodhur nga do të thënë që është e lodhur, thjesht e lodhur, apo ka depresion postpartum? Ndryshon, në fakt, kur një nënë është e lodhur, normalisht ajo mund të jetë e mërzitur, e trishtuar, mund të ngretë zërin në shtëpinë e saj, nuk është e durueshme. Pra janë disa situata që janë normale. Depresioni ka diçka më shumë, sepse në depresion, kur një nën është duke kaluar një ankth ose depresion, fillon me mendimet që unë nuk jam e mirë, unë nuk kam vlerë, që çdo gjë po bëj gabim, që gjithmonë fajson veten, qan shumë, qan për pashkak. Ose e shikon jetën, pra përditshmërinë e saj e shikon pa shpresë. Ju për një kohë të shkurtër do të shkëputeshit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të zhvendosur në Kosovë. Në Kosovë, po. Sa muajsh ishte vajza aso kohë? Në atë kohë, Sara ishte vetëm 3 muajsh. 3 muajsh. E për një bebe është vendim i rëndësishëm për të marrë për të lëvizur, sidomos kur nuk është një vend super i sigurt se që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shembull. Shumë e vërtetë, dhe në fakt ne kur shkuam në Kosovë, ne s'kishim as edhe familjet tona, isha vetëm unë, Gjosha dhe Sara. Kur erdhi Joana? Mbas 2 viteve. Joana në fakt lindi në Shkup të Maqedonisë. Dhe aty ishte totalisht pse zgjodhët në Shkup, sepse ndërkohë jetonit në Prishtinë. Po, sepse në Prishtinë nuk pjesa e sistemit spitalor nuk ishte aty ku donim ne të ishte, nuk ishim siguri. Dhe ishte pikërisht një klinik fantastike në Shkup. Dhe aty pata totalisht një eksperiencë
shumë ndryshe nga eksperienca ime në Amerikë. Mënyra se si ata i bënin gjërat ishin shumë ndryshe. Për shembull? Për shembull. Kur lindi Gjoxho, kjo është e gjë e parë tani bobo, nëse Gjoxho më dëgjon, thot mami pse e the këtë gjë, po do ta them. Aty kur lind një bebe, ato vendosin vaj peshku për ta lyer trupin, lëkurën, po. Dhe kur ma sollën, Joana mbante peshk. Era parë që gjë, po pse e bëni këtë punë? Ishte fish oil, është ajo që ne them. Sipas tyre, ishte shumë e mirë për lëkurën e bebit. Atë përdornin. Kjo është një ndër gjërat shumë interesante. Diçka tjetër është që për shembull në Amerikë kur ti lind bebin, nuk duhet ta lash bebin në ujë, nuk duhet ta futesh në ujë, po me peshqir, me napa, derisa ti bie kërtiza. Well, atje edhe atje isha një 2-3 ditë në spital, tha eja me ne, edhe tha kështu duhet ta lash bebin, dhe morën Joanën, e kthyen kështu me bark dhe Orinda e vendosën nën ato rubinet. Kështu nën rubinet, ajo qante, u tha, çfarë po mi bëni vajzës? Ato thoshte, jo, është okay. Pra, disa situata kaq të çuditshme. Ti u bëre mam nga e para. Nga e para, thash unë nuk do ta laj asnjëherë bebin tim nën rubinet. Edhe pastaj si do të vjonte, Diçka tjetër për shembull është që po e them edhe këtë se kjo më pëlqen shumë si histori. Atëherë atje në Amerikë kur ti ke C-section, ato t'japin një stilolaps. Ky stilolapsi është ka një mjekim që të është tëmpin. Po, që herë pas here kur ti ke nevojë për të zbutur dhimbjen, ti shtu systen aty atë dhe kalon. Dhe i duket shumë. Kurse këtu do të thrasësh infermierën. Atje sa herë të doje ti shtypje sustën edhe ishe rehat. Në Shkup, ato nuk të jepnin nga këto ilaçet e forta, po të jepnin ibuprofen. Po, edhe këtu ashtu është. Dhe gjë tjetër nuk të thonin për shembull që okay, tashmë ne do heqim këtë gjë nga barku jot, sepse unë isha e lidhur edhe pastaj të donin me thesin, po. Ato nuk të thonin se çfarë do bënin dhe vetëm kur thjesht e bënin. Pra ishin disa situata kështu shumë ndryshe, por që it's fine, është edhe sot ja themi Gjoxhës që Joana mënyra se si ke lindur. Diçka tjetër, unë nuk e kam parë Joanën për 24 orë. Po pse? Sepse sipas tyre unë duhet të qetësohesha. Pra ishin disa situata shumë ndryshe. Shumë të çuditshme, se edhe kjo që ka shumë e çuditshme për 24 orë mos shohësh bebin tënd, atë ndërkohë që jeni mirë e bukur, nuk ka arsye pse mos ta shkretë për më tepër mos ta vënë në gjithë, sepse i bie që 24 orë atëherë ajo ka pirë formulën, dhe nuk është vënë në gjirin tënd një proces që duhet bërë normalisht për çdo mami, Kur ta futur në gjip pastaj patë probleme me Gjoxhon me gjirin mbrapa apo e ke mbajtur shumë probleme me Joanën, ishte shumë normal, domethënë gjiri erdhi normalisht. Pastaj më pas lindi dhe Benjamin. Po, pas sa vitesh? Benjamin lindi mbas 5 viteve mbas Sarës. Pra Sara sot është 22. Joanna është 19 edhe Benjamin është 16. Me pjesën e gjumin, gjithënjen me gocat, ka qenë gjithçka okay, nuk është se ke pasur probleme. Ka qenë shumë mirë, por me Benjamin, kur Benjamin lindi, ai lindi me një problem azme. Pra ai kishte disa alergjira, një ndër to ishte dhe... Si e zbuluat? E zbuluat që kur lindi apo në ditët në vazhdim? Astma ishte diçka, sepse edhe ti jetosh në Chicago është një vend shumë i ftohtë, është the Wind City, edhe normalisht aty vera është vetëm 2 muaj, 3 muaj, pastaj ka më shumë dimër. Por, Benjamin lindi dhe normalisht që në javët e para, doktori e ekzaminoi dhe tha që ka azëm.
për shkak sepse edhe Joshua e ka pasur, edhe domethënë është mendoj që është e trashëguar, po. Por mënyrën se si ne zbuluam tek pjesa e qumshtit, se ai ishte alergjik ndaj qumshit, ndaj vezës edhe ndaj kikirikave. Okay. Tani, por mënyrën se si ne zbuluam tek kikirikat ishte sepse një ditë të caktuar, ndërsa unë po bëja gati ushqimin, normalisht aty kisha dhe peanut butter, po jo se unë e vendosa në qumësh, po thjesht ndoshta kishte grimcat, ndoshta në duart e mia, dhe unë mbasi dash qumshin Benit, e vura në gjumë. Mbas 1 ore ai filloi të qante dhe unë kur kam hyrë në dhomë, unë e kam parë totalisht të fryrë. Për sepse kikirikat dhe është shumë e rrezikshme. Alergjia e kikirikave është një ndër alergjitë më të rrezikshme sepse çfarë ndodh, pra fryrja nuk është vetëm në gjithë trupin, por tek pjesa e frymarrja dhe nëse bllokohet, kështu që Beni edhe sot ka një EpiPen. Pra në momente të vështira, të rreziku, biles unë i them Benjamin, ti them që kur ti të kesh atë vajzën tënde, të dashurën tënde, do ta pyesësh një herë, a të pëlqejnë kikirikat? Zote, konsider, po tani ti më the mua alergji nga qumshi, nga kikirikat dhe nga veza. 3 elementë që janë të domosdoshme. Tani, nga qumshi, si ja bëre me gjithënien? Atëre, ne ndryshuam qumshtin, pra normalisht unë i dash qumësh, por ai nuk mund të pinte qumësh lope. Okej. Pra me qumshin e gjirit ishte okej. Ishte okej. Po, por pastaj do ritesh edhe normalisht nuk do vazhdonte, kështu që ne vazhduam me qumshin e sojës. Ne doktori na soja? Qumshi sojës, po, për fëmijët, kështu që sepse soja është nga që është një qumësh bimor, pra nuk ka atë pjesën, kështu që Benjamin t'ju desh për të paktën 1 vit e ca që të merrte qumshin e sojës, por pastaj çfarë ndodh? Zakonisht alergjitë e vezës edhe të qumshit largohen. Fillojnë me kalimin e kohës, vërtet. Kurse kikirikat jo. Rri gjithmonë. Kështu që sot Benjamin ha vezë, fi qumë. E kuptoj. Pra ideja është që Benjamin ti ja ke nisur ushqimin pak më herët, ndoshta, apo Po, ja kam, domethënë ke pasur më shumë solid se sa qumë është në regjimin e tij ushqimor. Dhe unë mendoj që nënat bëhen kur kanë fëmijën e tretë, bëhen ekspert. Mbaj mend me Sarën, kur lindi Sara, ne kishim në shtëpinë tonë, aty në hyrje të derës, një shishe të madhe me alkool, nga këto që edhe tonim njerëzve që vinin dhe na takonin, lani duart, vendosni këtë dhe pastaj merrni Sarën në dorë. Well, me Benjamin mund të ishte edhe në tokë, kështu të gjente gjëra dhe nuk ishte ndonjë problem, se nuk është problem, atëre nëna fillon dhe bëhet më e qetë. Por ama, ka pasur një moment me Benjamin që ty të ka stresuar pafund. Të ka stresuar shumë dhe je gjendur një situatë shumë të vështirë me të. Po, faleminderit Orinda. Kjo është një ndër historitë që unë ka ndryshuar edhe rrjedhën e udhëtimit ton për të rikthyer në Shqipëri. Kur Benjamin ishte 7 muajsh, edhe pikërisht ai kishte azmën, ai u çua diku në orën 3 të natës me frymarrje shumë të shpeshta. Tani nëse ne kemi një frymarrje, le të themi 60 herë në minutë, ai kishte 120, pra merrte frym shumë shpejt, edhe ishte një bebe. Dhe isha vetëm unë me Joshua, normalisht edhe vajzat, kështu që njëri prej nesh duhet të qëndronte me vajzat, tjetri duhet të merrte ta çonte Benin në spital, kështu që unë vendosa të shkoja në spital dhe mbaj mend që ishte ora 3:30, ishte errësirë, bora. Nuk lajmërove ambulancën. Nuk, sepse kishte në fakt kishte shumë borë, me thënë drejtën,
Nuk e di pse nuk e lajmëruam ambulancën, kjo sepse spitali ishte shumë afër shtëpisë. Ishte diku tek 5 minuta, kështu që thjesht kjo ndjesia të priturit sikur nuk më qëndronte mirë dhe unë isha gati që të fluturoja. Dhe ndërkohë që po shkonim në spital edhe dëgjoja frymarrjet e Benjamin, nuk paria do të qaja se isha shumë e fokusuar, por si më ndodhi diçka e papritur, unë mora një telefonat, po kush mund të më merrte mua në orën 3:04 të mëngjesit, dhe unë shikoj që në telefonin tim po i binte my mentor, mentorja ime, pra një mikesha ime që ishte pjesë e programit të Mamkos, por ajo kishte fëmijët më të rritur dhe zakonisht në këto programe vinte nënat që i kanë fëmijë të rritur sepse për të ndihmuar nënat e reja. Dhe ajo më merr dhe thotë hello my dear. Dhe në tha çfarë po ndodh, what's going on. Në momentin kur ajo tha what's going on, unë fillova duke qarë. Benjamin, po çoj Benin në spital, nuk është mirë. Edhe ajo tha që unë kisha një shqetësim në zemrën time dhe vendosa të merrja, nuk e dija, po doja të merrja. Dhe ajo erdhi në spital brenda 10 minutave, ka qëndruar me mua, është lutur për Benjamin. Dhe ka qëndruar aty afër meje ndërsa Benjamin merrte trajtimin nga doktorat dhe a mendove më të keqen atë moment? Ka menduar më të keqen, sepse të kesh një bebe të vogël edhe të shikosh 10 doktora në kokën e bebit tënd, do të gjërat ishin shumë keq. Por ajo qëndroi aty me mua dhe mbas një 3 orëve Benjamin u bë shumë mirë dhe Heather ishte emri i saj, është emri i saj. Ajo tha, "Bona, unë do largohem tani, por do vi të ritakoj sot në shtëpi." Dhe ndërkohë, ajo kishte shkuar në një dyqan, sepse mendonte që Bona do kthehet në shtëpi me djalin, por ajo ka dhe 2 vajza, ka dhe bashortin e saj që do kujdeset për ta, kështu që ajo vajti në dyqan, pa më thënë mua absolutisht, dhe kishte bler ushqime për 1 muaj. Sepse në mendjen e saj thoshte që unë doja shumë që Bona të mos lodheshe shumë, ajo erdhi në shtëpi me gjithë të ushqime, me një buqet lulesh, dhe ajo më than, do ta them në anglisht, po ta përktej në shqip. Remember my dear, I'm only a phone call away. Kujtohu zemra ime që unë jam një telefonat larg teje. Dhe më beso Rinda, unë edhe tani se e them shpesh këtë histori, por unë në ato moment kuptova që Zoti nuk më kishte braktisur, nuk më kishte lënë, por ajo situata e vështirë, unë pash dashurinë e Zotit e treguar nga një veprim kaq i bukur dhe kaq i thjeshtë, sepse për atë nuk ishte, ajo mund ta bënte edhe për nënat e tjera, ama për mua në atë moment ajo veprimi, mirësia e saj, në atë moment më zbuloi atë që Zoti ishte me mua. Sot shumë prindër flasim për ankthin të adoleshent. Dhe duket sikur po ndodh shpesh një gjë e tillë. Pse mendon që po ndodh kaq shpesh kohët e fundit? Apo ka qenë më përpara dhe është transformuar sot që flasim? Është bërë më e thjesht të flasësh, apo janë faktorë të ndryshëm që e kanë ndryshuar këtë lloj jetese? Është në fakt statistikat fatkeqësisht tregojnë që ankthi tek adoleshentët është shtuar 10 fish. Kjo ka shumë faktorë. Një ndër faktorët, jo se s'ka qenë përpara, por një ndër faktorët që e ka rritur ankthin tek adoleshentët është pjesa e teknologjisë. Sepse mesazhet vinë jo të filtruara, pra vinë ashtu siç janë. Dhe shpeshherë ka mesazhe shumë të dëmshme për formimin emocional dhe mendor tek adoleshentët. Mos harrojmë që adoleshenca është një urë, pra një fëmijë kalon në këtë urë për të qenë i rritur. Dhe është pikërisht kjo fazë që është kaq e rëndësishme në formimin e identitetit të një adoleshenti. Gjë e dytë, faktori i dytë që fatkeqësisht duhet ta themi, është tek pjesa
Sepse edhe prindrit janë ritmi i jetës sot është shumë më i shpejt se sa ritmi që kanë pasur prindrit tanë më përpara. Që do të thotë që shpeshherë prindrit nuk kanë kohë për të qëndruar me fëmijët e tyre, sidomos në këtë fazë. Gjëja e tretë që është shumë e rëndësishme është që adoleshentët kanë nevojë të dëgjohen. Dhe shpeshherë ata mund të kenë edhe opinione totalisht të kundërta nga prindrit e tyre, por çfarë bëjmë ne si prindër për t'i dëgjuar ata, për të kaluar kohë cilësore me ta. Dhe për shkak sepse shpeshherë prindrit pikërisht se janë të zënë me punët e tyre, adoleshenti ndjet vetëm. Dhe ku do ta gjej tashmë ku mund ta gjej atë vëmendjen ose përkujdesjen ose ëndrat e veta, me kë do t'i shprehë. Dhe çfarë ndodh? Marrin informacion të gabuar ose me shoqëri të gabuar, ose normalisht sot me gjeneratën Gen Z, ku shumica prej tyre e gjejnë veten në TikTok. Le themi dhe kjo është për të ardhur shumë keq, por ndjekësit pra kur shikojmë këto TikTokers që janë të famshëm për sharjet e tyre, për mënyrën vulgare se si flasin, e di që 90% e ndjekësave të këtyre personave janë adoleshent të moshës 13 vjeç. Merresht. Kështu, pra, dhe pikërisht në fund të ditës, kur ti shikon telefonin e tyre që ata qëndrojnë 10 orë para mediave sociale, kjo shkakton shumë ankth. Cila gjëni mendon ti është më e vështirë për t'u menaxhuar? Gocat apo djemt? Në pjesën e adoleshencës. Po të dyja, edhe djemtë dhe vajzat kanë normalisht specifikat e veta, e kuptoj, po për ty, kush ka qenë më e rëndë? Për mua ka qenë e vajzave. E vajzave. Po, okay. Sepse secili prej tyre ka edhe ka një karakter ndryshe nga njëri tjetri. Po, ndikon dhe nga karakteri. Po, ndikon, por sidomos me vajzat, ka qenë më e vështirë të menaxhoheshe adoleshenca. Jo se ato po rebeloheshin në mënyrë të mbyllen më shumë me veten, vajzat apo jo? Po, mbyllen më shumë me veten e tyre ose kanë këto ndjesi ku shpërthejnë për një moment të caktuar, hormonalisht, Po, dhe normalisht është shumë normale që të ndodhin këto gjëra sepse edhe trupi i tyre ndryshon. Po patjetër. Kështu që është shumë e rëndësishme që në ato momente unë personalisht për mua nuk kam dashur kur që të jem një nën reaguese, kam dashur gjithmonë të jem një nën produktive. Çfarë dua të them me këto? Çfarë dua të them që në momentin që unë shikoj një situatë të acaruar apo të eskaluar, do jem unë ajo që do marr frymthell, do ta lë që të shpërthej, do ta lë të shpërthej, dhe në momentin kur unë them tell me more, më thuaj akoma dhe më shumë, po çfarë është diçka tjetër që ty të ka shqetësuar? Po më ka shqetësuar, po unë kam qenë e mërzitur sepse shoqja ime më tha këtë, por më ndodhi kjo gjëja etj. Dhe unë vazhdoj dhe e pyes, ka diçka tjetër më shumë? Do t'i thuash mamit, unë të dëgjoj. Pa pasur këto shokimet, paragjykimet, ose shpeshherë prindrit shokohen edhe trembin, edhe çfarë po thua ti, po më thua këtë gjë. Në momentin që ne shokohemi, e di çfarë ndodh, ata mbyllen. Ata nuk flasin më. Vërtet. Kështu, a duhet i prezantojmë psikologun fëmijës kur është në nevojshme? Po, patjetër. Unë inkurajoj shumë prindrit që të kujdesen për shëndetin mendor të fëmijëve të tyre. Hiqini këto tabut, hiqini këto frikra, çfarë do mendojnë të tjerët, sepse në fund të fundit, nëse ti do që të rritësh një fëmijë të shëndetshëm, atëherë ashtu siç ti e çon fëmijën te doktori kur ka një problem fizik, atëherë duhet ta çosh edhe tek një psikolog kur ka një problem psikologjik. Dhe është shumë normale që unë mendoj dhe këtë gjë tjetër që nuk është e thënë ti jesh pa qef që të shkosh te psikologu. Thjesht e di pse se ti mund shkosh atje dhe thjesht të ndihesh i dëgjuar, është gjëja më e bukur që dikush tjetër të dëgjojë. I ke çuar vajzat
djalin? Po, I kam çuar. Kur ke filluar të flasësh me vajzat për trupin, për ndryshimin e tij, kur në çfarë moshe ke nisur të flasësh? Në fakt, ne kemi bërë një eksperiencë, domethënë kemi pasur një eksperiencë shumë të bukur sepse ka qenë një libër që quhet The Passport to Purity. Ishte një libër që ishte shkruar nga një çift amerikan psikologësh dhe ideja është që ti e merr adoleshentin tënd në një udhtim dyditor, pra nëna me vajzat edhe babai me djalin kur janë 13 vjeç. Dhe janë 5 mësime, këto 5 mësime, 5 tema, por janë të kombinuar në mënyrë kaq të bukur edhe kaq interactive. Për shembull ti flet për ndryshimet në trupin tënd, edhe adoleshenti e di që kjo udhtim dyditor do jetë pikërisht për të folur për tema të tilla. Edhe aty përfshihet diskutimi, unë si nën do t'rregoj dhe unë historinë time kur unë isha adoleshente, sepse kur fëmijët dëgjojnë gjithashtu që ti përpara se të ishe nën, edhe ti ke qenë një adoleshente, ka mënyra dëshmia jote normalisht ulmuret e frikërave të tyre, sepse pra ne kemi bërë, unë e kam bërë me vajzat e mia këtë udhtim dyditor, që ka qenë fantastike dhe në fund fare, normalisht si pasojë e kësaj bisede, bëhesh edhe një dhuratë e vogël në formën që ato, domethënë më në fund kishin kuptuar disa gjëra shumë të rëndësishme. Edhe informacioni është informacioni për të njohur trupin e tyre, për të njohur sepse në adoleshent fillojnë dhe këto pëlqimet, kujdesi, mbrojtja ndaj vetes, pse jo? Dhe është shumë mirë që normalisht në bazë të moshës të ndahet informacioni I duhur, edhe që edukata seksuale të jetë pjesë e komunikimit prindëror. Sepse në këtë mënyrë e di çfarë ndodh në momentin kur thyen këto barjera, do jetë vetë vajza ose djali, në këtë rast do vi tek mami ose tek babi, edhe nuk do ketë frikë të flasi për asgjë. Pa nuk është e bukur që informacionin e shëndetshëm të japin prindrit dhe jo mediat sociale dhe jo ato shokët dhe shoqet që akoma nuk dinë asgjë për veten e tyre. Dhe kjo e mban familjen edhe më të bashkuar, shumë të bashkuar, shumë e rëndësishme kjo. Është shumë e rëndësishme ky komunikimi, sepse ato pastaj fëmijët do vinë vetë për të kërkuar mendim tek prindrit e tyre. E di çfarë vëre radhë më radhë normalisht, dhe më vjen keq, po shpresoj që kjo gjëja të ndryshojë. Që familjet kur rriten fëmijët fillojnë edhe largohen. Dhe kanë të vështirë për shkakun që të kalojnë pushime më bashkë, sepse duan të kalojnë me shokët apo shoqet. Rrallë shikoj familje që mblidhen, sikur që janë me njëri tjetrin, 3 fëmijë bashkë me 2 prindrit, shumë rrallë shikoj këtë, dhe që më duket gjë shumë e bukur, për thënë të drejtën. Edhe duket që është investim prindëror. Është investim prindëror që ata e kanë bërë gjatë rrugtimit të tyre që fëmijët mos të shkëputen kurse si. Dhe jo vetëm thjesht nga ana financiare, po mos të shkëputen shpirtërisht prej tyre. Sa e vështirë është ta realizojmë sot një gjë të tillë? Unë nuk mendoj që është e vështirë. Unë mendoj që duhet ta bëjmë qëllimshmëri edhe përparësi në jetën tonë. Mendoj që prindërimi I qëllimshëm është ajo që sjell shumë rezultat. Pra të mos I lëmë gjërat që të na ndodhin në moment, por të jenë të planifikuara, që le të themi, nëse një familje e di shumë mirë se sa të zënë janë fëmijët ose edhe vetë prindrit, të paktën një herë në javë të kenë një darkë së bashku për të folur për ëndrat e tyre, për sfidat e tyre. Por pse jo, edhe në normalisht kur je adoleshent, ka shumë adoleshent që nuk duan të hanë darkën, se dalin ose mbyllen në dhomë. Por prandaj është e bukur që ta bësh të qëllimshme edhe atë kohën së bashku. Free zone nga celulari, hiqe gjysmore, don't touch it, mos e prek, vetëm ne. Dhe shpeshherë, për shembull, në familjen tonë kemi bërë le të themi 100 pyetje, edhe mbasi mbarojmë darkën, secili merr nga një pyetje, edhe kush ka qenë
kush ka qenë gjë e bukur që ke përjetuar sot, ose kush ka qenë gjëja sfiduese që ke përjetuar sot, dhe secili take turn për të folur rreth asaj Tematikës që i ka rënë. Edhe nuk janë pyetje që mbarojnë me po ose jo, janë pyetje open questions që zhvillohen që ti nxit edhe komunikimin. Në këtë rast. Besimi në një familje, sa e rëndësishëm është? Të rrisësh fëmijë në besim dhe e rëndësishme dhe sa i vështirë është në ditët e sotme. Unë mendoj që besimi tek Perëndia është shumë e rëndësishme, sepse unë mund të flas nga eksperienca, dëshmia jote personale. Ime personale. Unë kam një marrëdhënie personale me Zotin nëpërmjet Biblës, dhe aty unë kam kuptuar që Perëndia na do në mënyrë të pakushtëzueshme. Edhe kam kuptuar që edhe kur unë jam e mërzitur, edhe trishtuar, ndoshta edhe zëmëruar, që Zoti më pranon ashtu siç unë jam. Edhe pjesa e shpresës, që unë kam një shpresë të patundur pavarësisht rrethanave që mua më rrethojnë. Dhe kjo besim mi mban këmbët të ngulitura në këtë të vërtet. Dhe kur unë e besoj këtë gjë, normalisht edhe shumë e rëndësishme që fëmijët jo vetëm ta dëgjojnë këtë mesazh, por edhe të shohin shembullin e prindërve të tyre. Sepse sa më shumë fëmijët të kuptojnë në vlerat që ata kanë, vlerat që në fakt ja ka dhënë Zoti, le temi që secili prej nesh është i formuar në mënyrë të mrekullueshme, që secili prej nesh ka dhunti, ka talente, që premtimet e Zotit janë aty për ne, për në çdo kohë, që ai asnjëherë nuk na lë dhe asnjëherë nuk na braktis. Këto të vërteta që janë totalisht ndryshe nga ajo çfarë ne shikojmë dhe dëgjojmë në përditshmërinë tonë. 3 fëmijë. Një gjë që i ke mësuar secilit prej tyre. Unë kam mësuar violinën. Unë jam dhe violiniste, kështu që i kam mësuar të qenurit free spirit, se dhe unë jam një free spirit, shpirt i lirë. Nëse do të flisje vetes tënde 22 vjeç sot, çfarë të thoje? Edhe nëse keni ndjesi faji, gjithmonë ka një mundësi të dytë për ta riparuar. Kështu që këtë do i thoja vetes time. Kështu e kishe menduar familjen tënde? Po, biles, unë kam menduar që do kisha më shumë fëmijë, por me thënë drejtën jam kaq e lumtur që kam 3 fëmijë. 3 fëmijë. Nuk mendoj se do shkosh te 4. Jo. Dhe dua si përfundim mesazhin tënd për çdo nënë që po na dëgjon sot. Kujdesuni për shpirtin tuaj, kujdesuni për mendjen tuaj, për emocionet tuaja, dhe kuptoni që atë që pra fëmijët që po rrisni sot është kryevepra më e bukur që keni bërë në jetën tuaj. Faleminderit që ishe në Mam. Faleminderit.